Pirja e këmbëve dhe duarve është një blokim, qoftë i arterjeve, qoftë edhe i fijeve nervore, ose ndoshta edhe i vetëm i njërës prej tyre. Një mpirje tjetër, e cila është në një dorë dhe në një këmbë, në të njëjtin krah, dhe që vjen pak nga pak në mënyrë graduale, duke u përshkallëzuar, si kur të ledhatojmë lehtë me mollzat tona të duarve faqet, dhe në qoftë se ndjeshmëri në një faqe e kemi të plot edhe në tjetrën sikur me zorë ndjejmë, por në krahun e kundërt të mpirjes, atëherë ky është rast urgjent që personi duhet të shkojë për ekzaminime mjekësore, mund të jemi paralajmërues për ndonjë sëmundje të rëndë në sistemin nervor. Ndërsa në rastet e tjera, kur ne kemi, për shembull, një ftohje të duarve dhe të këmbëve, në mënyrë si thua të menjëhershme, problemi qëndron te sistemi i qarkullimit të gjakut. Njëkohësisht, ne duhet shikojmë tensionin. Në këto raste kemi një ulje të tensionit, mpirje si mizrime kështu, ose si kur lëvizin milingona kështu që na pickojnë nga pak, ose si maja gjëmbash. Duhet na shkojë mendja tek ndonjë mungesë e vitaminave, B1, B3, B6, B12 dhe acidi folik. Mungon hekuri, kur ka hemoglobin të ullët, ferritin të ullët, dhe njëkohësisht, le të themi, elektrolitët në gjak, pra magnez, kalcium, kalium, kur këto janë nën vlerën e tyre, po kështu do të na japin mpirjen e duarve. Kemi një mpirje tjetër, e shoqëruar edhe me ndezje këmbësh. Kemi të bëjmë me një neuropati diabetike.